Siç e dini paraprakisht, ne si organizatë bashkë me edhe dy organizata të tjera partnerë Folin dhe IKD-n, paraprakisht kemi bërë një vlerësim të këtij procesi dhe ne thjesht e kemi vlerësuar KPK-n për mbajtjen e procesit, për zhvillimin e procedurës, ka pas një qasje të transparente dhe të barabartë dhe nuk është vërejë ndonjë element qoftë i favorizimit apo edhe një element që do t'i themi ashtu gjatë intervistimit do t'i përshtatej edhe pyetjet apo edhe procedura e intervistimit ndonjë kandidati. Sot edhe e pata edhe veç se përfundoi procedura e votimit të kandidatit, ka shkuar gjithçka sipas rregullave kushtetuese dhe rregullativave ligjore që i ka KPK-ja sa i përket aspektit të formalizimit të procedurës së propozimit dhe tani normalisht që i mbetet presidentit të shtetit apo ushtruesit të detyrës të presidentit që ta nominoj apo ta dekretoj kandidatin për prokuror të shtetit. Dhe normalisht ne si organizat bëjmë thirrje që ky proces sa më shpejt përfundoj dhe të mos humbin kohë edhe Republika e Kosovës më në fund ta ketë kandidatin për prokuror shteti, sepse e dini që kjo pozitë ka një kohë gjatë që mbetet me ushtrues detyre. Ka gjykime gjykatës kushtetuese që e kanë bërë qartë që për shkak të administrimit të procesit të drejtësisë, edhe ushtruesi i detyrës kryeprokurorit të presidentit faktikisht nuk ka ndonjë kufizim, unë besoj që nuk ka asnjë problem që të thjesht ta formalizoj dhe ta dekretoj kandidatin për kryeprokuror të shtetit. S'ka pengesa kushtetuese ligjore për shkak se e dini ka ekzistuar procesi i amendamenteve kushtetuese atëherë për zgjedhjen e presidentit dhe atje gjykata i ka sqaruar mjaft mirë që dhe ushtruesi i detyrës së presidentit mund të kryejë gjitha funksionet pa asnjë problem. Instituti i Kosovës për Drejtësi, Betimi për Drejtësi ka monitoruar procesin për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit si pozita më e rëndësishme brenda sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës. Procesi për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, siç kemi mujtë me pa të gjithë, i është nënshtruar fillimisht plotësim dyshimit të rregullorës për emërimin dhe përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, në të cilën plotësim dyshim të rregullorës jemi ftuar që të japim komentet si shoqëri civile dhe si organizatë kemi dhënë kontributin tonë. Pas kësaj faze është zhvilluar me procesin e shpalljes së konkursit, duke u përcaktuar kriteret bazuar në licitacionet në fuqi, duke nisur prej ligjit për prokurorin e shtetit, ligji për plotësim dyshimin e ligjit për Këshillin Prokuror të Kosovës dhe ligji bazë, pastaj edhe vetë rregullore për plotësimin për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe plotësim dyshimin i kësaj rregullore. Pas shpalljes së konkursit, Këshilli Prokurorial i Republikës së Kosovës i ka pranuar aplikacionet, e ka bërë listën publike të kandidatëve aplikues, ka bërë publike koncept dokumentet ku secili person i interesuar ka pasur çast dhe ka pasur mundësi që t'i lexojë ato koncept dokumente. Instituti i Kosovës për Drejtësi i ka pa ato koncept dokumente, Betimi për Drejtësi të njëjtat koncept dokumente për secilin kandidat veç i ka publikuar. Është bërë pastaj publike ftesa për monitorim të intervistimit. Procesi i intervistimit prej fillimit të hartimit të pyetjeve deri në përfundimin e tij ka qenë tërësisht i incizuar. Për publikun janë bërë të ditura intervistat e kandidatëve për kryeprokuror të shtetit, ndërkaq po ashtu kanë qenë të incizuar për përdorim brenda sistemit prokurorial edhe procesi i hartimit të pyetjeve, pastaj pritshmëritë për kritazim me hartimin me pyetjet të cilat i ka hartuar paneli vlerësues. Instituti i Kosovës për Drejtësi, siç edhe keni pa, në bashkëpunim me organizatat KDI dhe FOL, ka publikuar një raport preliminar me cilin e ka ndarë si vlerësime pozitive, duke u respektuar procedura dhe duke u respektuar standardet e përcaktuara me rregullore dhe licitacion në fuqi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Për dallim për procesit të kaluar që i kemi pasur disa çështje të cilat i kemi sqaruar dhe që si rezultate atyre mangësive e kanë komprometuar procesin dhe nuk e kanë dhënë një emër adekuat, për dallim atë proces, në këtë proces kemi sqaruar dhe kemi potencuar që janë respektuar në tërësi procedurat, ka pas barabarësi mes kandidatëve, ka pas objektivitet, ka pas konfidencialitet me rastin e vlerësimit të kandidatëve për kryeprokuror të shtetit dhe po ashtu procesi ka qenë transparent, duke u incizuar intervistat, duke u bërë publike dhe po ashtu në çdo fazë prej momentit të shpalljes së konkursit derisa po flasim tash, KPK-ja vazhdimisht ka bërë ftesë për monitorim. Duhet me pas parasysh që vlerësimi i kandidatëve nga ana paneli vlerësues është në diskrecion të paneli vlerësues të jap pikët për kandidatët, por gjithashtu në raport preliminar kemi potencuar se që ky diskrecion nuk duhet të tingëllojë arbitrar dhe duhet të jetë i arsyetuar mirë për secilën pikë që ky panel i vlerësimit, paneli intervistues e ka dhënë kashi kandidatëve për kryeprokuror të shtetit. Pra, sot përfundoi edhe procedura sa i përket pjesës që ka pas Këshilli Prokurorial
prokurori i Kosovës. Këshilli prokuror e nominoi zotrin Gashi për kryeprokuror të shtetit. Tash e kemi procedurën tek presidentja e shtetit për ta dekretuar të njëjtin. Republika e Kosovës ka mbetur me ushtrues detyre gati 5 vite. Pozita e kryeprokurorit të shtetit, siç e thash në fillim të herës, që është pozita më e rëndësishme brenda sistemit prokurorial, që garanton funksionim dhe mbarvajtje të duhur të sistemit prokurorial, dhe për këtë arsye, siç kemi bën thirrje si organizat më herët, por edhe vetë raportet ndërkombëtare, konkretisht raporti i Progresit, që ka bën thirrje që kjo pozitë me u plotësu pas një procesi tërësisht objektiv, transparent dhe të barabartë mes kandidatëve. Për këtë arsye Kosovës i nevojitet kryeprokurori i shtetit dhe është e domosdoshme dhe me një farë forme urgjente që ta kemi edhe kryeprokurorin e shtetit me kompetenca të plota në drejtim të luftimit të dukurive dhe kriminalitetit në Republikën e Kosovës, si instanca më e lartë brenda sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës.